Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, Ibrahimi alayhis salam, shkatruesi i putave, i idhujve. Kështu temën do ta emërtojmë inshallah. Të ndershëm vëllezër, Allahu xhaleshanu në Kur'an e ka përmend Ibrahimin si Khalil. Fjala Khalil do me thonë shqip dost. Dhe Ibrahimi dosti Allahu subhanahu wa taala. Ju të gjithë ndoshta e keni nga një dost që ka dallim nga shoku. Shok mundën me qenë të gjithë tafërt e të largët. Shok mundesh me pas me në rrethin tënd shumë 10, 20, 30, ama ai i cili është më i afërt, edhe më së shumë ti beson, nuk është shok, është dost. Allahu dhe leshanu dy njerëz në botë i ka pas dosta. Ibrahim në Islam dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kam dëshirë që këtë çështje ta mbani mend mirë. Dy shok, ama jo shok dosta. Do me thonë dosti o diçka më e madhe, po. Në gjuhën tonë. Kur të them, kur të thotë dikush e takon dy vete takon thotë këtë dost e kam. Unë e kuptoj se nuk e ka veç kështu e shkel e shkop, e ka bajegi shok. Allahu dhe lëshanu thotë inne Ibrahime le halimun, me të vërtet Ibrahimi a.s. ka qenë i dërueshëm, e wahun përulleshte, është përullur munib dhe pendoheshte. Pra mendoj, Ibrahimi a.s. Allahu thot ka qeni durueshëm, është përullur edhe është penduar. A ka pas mundësi me bo gabim Ibrahimi a.s. Nuk ka pas mundësi, se ka qenë pejgamber. Pejgamberët janë masumin, janë të mbrojtur nga Allahu dhe leshanu që mos bëjnë gabimat. Mirë po, Allahu Gjeleshanuhu e ka ngrit Ibrahimin, e ka laftru Ibrahimin a.s. me një punë se prej të Ibrahimi a.s. dhe dhurrijet e Ibrahimit a.s. të parën herë, ata vetën e kanë quajt musliman edhe neve në kanë quajt musliman. I pari njeri në historinë e njerëzimit që e ka quajt dika musliman o Ibrahimi a.s. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot Rabbena wab'ath fihim rasula, edhe i pari njeri që ka bo dua dhe lutje për me ardh Muhamedi a.s. është Ibrahimi a.s. Dhe gjotash Rabbena wab'ath fihim rasula, o Zot dërgova atyre, do me thonë umetit i pejgamberit zamë që është një pejgamber minhum, ama jo i hujtjet, po prej tyre. Do me thonë, a ludo të arabët, se pejgamberi ka qenë prej arabëve. Jetlu alejhim ajatike, edhe aj pejgamber të lexon ajetet e tua, a ludo të Kurani, wa ju allimul kitabe, të lexon librin, do me thonë, wal hikmete, që mëson popullit hikmetin, hikmet, komendatorët kanë thonë, e ka qëllimin për sunetin, për traditën, për hadithin, u ju zekihim edhe t'i pastron, inneke entel azizul hakim. Edhe tash, Allahu dhe shane ka pranu duan Ibrahim Islam dhe ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejgamber i fundit dhe vull e të gjithë pejgamberve. Edhe pse pas tejkër se pejgamber Islam 33 njerës janë paraqit si pejgamber të rrenjshëm. A gjismat e tyre i ka likvidu dhe i ka vra komandanti i njohur ushtarak brenda muslimanëve Khalid ibn Walid. Njëri prej tyre ka qenë Musailemetul Kedhab. Lërës e bura dhe disa gra, 4-5 gra kanë dalë kanë thonë ne jena pejgambere. Kush ma me thonë jam pejgamber? A pranon t'i kush e jo? E disena të thonë ne jena Republika e Maqedonisë. A të pranon t'i kush? Sa dush thuj të ne ina. Këtë varët, ato tjertë, atë pranojnë asë pranojnë.
Veç pak sa t'ja u nxjerrë gjumin kështu komplet. Kush është Ibrahimi a.s. Për shembull, tash na të fol për një njerëz shumë të madh. Ibrahimi a.s. është njeri I cili ka lind në qytetin Babil. Qyteti Babil ose shteti, sepse I kanë thonë përpara shteti I Babilonis ose Vavilonis, ose perandoria Babilonase ose Vavilonase, ose ka qenë në Irak. Ibrahim Sam këtë vend ka lind, Babil. Mirë po është rrit, ka lind dhe është rrit me një vend, me një edukat se si të besohen putat dhe idhujt. Ne kur kina ronë me në të tona në matrit, babën e këna po të u falë, nanën e këna po të u falë, kullo vallajnë e këna të gjua po. E po vakish këna po, kushe din dhe qëfar muslim Allah kja ma, pa hitë si në kanë. Edhe para me ndoj e ti, kur ti bëjsh 15 vjetë, baba I lutët ati putit. Nuk ka njësoj. Para shka këtë ju trit këto qeni, duhet me thonë elhamdulillah. E dini sa njeri në botë ka problem me babën e vetë dhe me nënën e vetë. Se u ka bo musliman, baba edhe nona nuk I flasë. Sa ato krishterë ose qifutja. Do me thonë, ne që I kemi prindërit musliman, e fëmijët e tonë që janë musliman, duhet me thonë elhamdulillah, se në botë ka lloj problemi. Do me thonë, ka lind në qytetin Babil, është rrit duke I pa njerëzit se si I besojnë dhe adhurojnë putat. Mirë po, Allahu Gjereshani Ibrahimit I ka dhënë një mendje të kthjellët. Se një njeri tash që jeton brenda ta zonë 10.000 vetëve shembull, që e besojnë putin, ose një zot tjetër që nuk e vërtetë, dhe ti veç vetë je, o bagi problem me qëndru në fejnë tante, edhe me qëndru në të besimin tante, përse mund është me deviju. Mirë po, prej se ka qenë I vogël Ibrahim I vogël, tash në kuptohet mosha madhore, 15 vjetë të poshtë I vogël. Si njeri 15 vjetë dhe në 18 vjetë është mosh madhore. I ka thonë babës vetë, a babën e Ibrahimit e kanë quajtur Azeri. Do shtë e këni ndëgju. I ka thonë, çka është kjo punë, o baba im të që, pse miresh me këtë çështje? Çka I të punu? Azeri, baba I përgjigjet djalit, thotë, këto janë e temathil, këto janë idhujt e zotrave, putat e zotrave. Jo një, po bëjke shumë. Ta ma mire, tash kjo koha ma qënë modhin koha japonezve, se kinesët e kanë Gautama Budën, ama japonezët I kanë bëjke I zotra. Për shemë në Tajland nëse shkon, ose në Indi nëse shkon, ato për një me hinduista janë, ama bëjke I zotra besenet, e kanë punën e komplikume shumë. Edhe s'ka nevoj më habita. Sa zote kanë besu në thamë, valla, kënë kohën Ibrahimit kanë besu bëjke, një 100-200 zotra. Edhe shtetin, shumë problem për të habit kanë. Po të në këtë, tash kije popoj që besojnë 1000 zota. Qfar përparimi, qfar teknike, qfar teknologjia e zotës e në qenë. Allahu dhe Resanu të regon për Ibrahimin a.s. se si Ibrahimi ma të mendje pretsin që ja ka dhonë Allahu, e ka gjetë Allahun, atjerët nuk e kanë gjetë. Unë që katër ajeteve që të përmendi, se shumë ajete ka tjera. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, kur I tha Ibrahimi babait vet Azerit, e të tekhidhu esnamen alihe, a prej putave ke bon zotra, inni arake wa qaumeke fi dhalalim mubin. Ibrahimi thot, o babaj, unë e ti dhe popullin po e shoh në një gjendje të keqe edhe të në humbje. Do më thonë, jo nuk e në dhëzim ti edhe populli jotë, po jam duke e po popullin dhe ti si bab në humbje.
Thot Allahu wa kedhalike nuri, edhe kështu ja u kemi dhënë argumentet Ibrahimit melekutu semawati wal ard, argumentet gjell dhe në tokë, wal yakuna min al muqinin, që ai të jetë për atyre që do të kenë vendosmëri dhe besueshmëri. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba, tu tash do sa më dal. Ibrahimi është natën duke ndajt kur i shef yjet 1, 2, 3, 4, 5. E di ku e keni po kur është qiell i kthjellët, a di sa i duken. Do njëherë se një shef heq, do njëherë as njeri se një shef, nga afër vetes se një shef, do njëherë qiell i larg shef. Thot Qale hadha rabbi, Ibrahim zam ka thonë, kjo është zoti im, ose këto janë zotrat e mi, një fuqi. Do më thonë jam duke pa fuqia, jo të ke bo një statujat e një diçka për put, ke bo për çokoladë, llokumit, to është më se më vonë ha. Ha zotë kja. Se shtu ato mushrikët e Mekës, i kanë bo lloj puti, edhe kur e kanë pa, se s'kanë të ka me hangë, kanë hangë të zotrat e vetë i kanë. Thot, kjo është zoti im për ijet. Mirë po, falemma afala, pasi që ijet pas të i humbin nuk duken, do më thonë në mëngjes ata, kur del dielli ijet nuk duken. Qale la uhibbu al-afilin. Ibrahimi ka thonë, nuk ka dishum që ka thonë, së mundet me qenë zot diçka që tash perendon njerë, del njerë. Edhe thot, nuk i duhen ata që perendojnë dhe nuk duken. Falemma ra'a al-qamara, kur e pa Ibrahimi hanën, bazigan qale hadha rabbi, kur e pa hanën, ta zonë 15 ose 14 hana rumbullak. Thot, kjo zoti im. Falemma afala qala la in lam yahdini, e kur edhe hana humbet nuk duket, atë Ibrahimi thot, në qëfëse Allahu nuk më udhëzon mua, tash nuk më ban dorë të veta, la akunanna min al-qawmi ad-dallin, unë do të bëhem nga populli i humbur. Se njerë me ijet problem, tash me hanën. Vazhdon Allah, falemma ra'a ash-shamsa bazighatan, kur e pa diellin, fa hadha rabbi, hadha akbar, kjo zoti im, kjo diçka më e madhe. Se hana për një me prej atje në qiell çka s'ka, hana, ndoshta e i dielli jo, si krijes më e madhe, sa e diu. Edhe pse Marsja o ma larg, ato i ma larg, po dhe dielli bëjë i larg. Edhe prapë sa se një matë në duke. Falemma afalet, mirë po dhe dielli perendara, dielli, pa perendu dielli, a mund me ma ngiftar? S'mund mi. Bile kina qëtë perendoj ma herët. A nëse perendon dielli ma herët, qka të rotë bota, kja me të botë. Pra qka du të me matat lutjen, o Allah, bane me sot jatë disat ma herët, disat ma herët, që dhe me thonë. S'ka, nuk perendon dielli as një sekund, nuk ka mundësi me lëviz, përpos se si duhet dhe sa duhet. Dini se qfar problemi ndodhë në botë, me dal dielli ma vonë, ose me zihet dielli, del hana para, s'ka në problem. Ama me perendu, për shembull të ne, nëse në tejet e diçkan, se asot të iftale, se bajge i djatë këshë. Në tejet e 12, po. Edhe shtaj, pa prit mas, banë të statë e 12, po kjo a futballa? A të nëmëtur, nuk ka kështu në fejnë. Të zotin nuk ka kështu matematika. Janë punë të caktuara. Njëheri ka caktu, sitë se la punë, lëvis, se ashtu Allah si ka dhe urdhër. Nëse e ka bon pak, do më thonë, ka njës kiameti, edhe tash do të përgatit se kiameti të ndodhë. Si dhe qoftë, Allahu dhe Leshano, pastaj thot, Ibrahimi, ki son zoti, ki jo, pastaj në fund thot,
Zoti im është ai i cili ka krijuar qiellin, tokën, diellin, hanën, ijet e kështu me radhë. Ndërsa vëllazër, Ibrahim e sam si të gjithë pejgamberët nuk është mërzit me popullin e vetë. Ani pse i ka besu putat. E dini ne dhe njëherë, për shembull e shef një djalë të ri në Ramazan, hanë dhe pinë, e ti më njerë demoralizohesh, nuk i folë në timo. Jo, dush mi folë, dush mi bota vetë. Aja, mos i beson putat aj. Jo, ma kollajet kiti. E para mendoj me popullin tanë duke i besu putat. Para mendoj popull jot kur të mrinë atë deregje, ketë baballarë të sokak, pseve në kanë përzonë djemët. Ata mërmenja me shkuti me i folë dikujtë mëse. E se në shkonë me i thonë, se me që babën e vete ka përzonë ti, që të banë? Ne disi ma letë kina të vetin. Pasha Allahin, vallahi koha jo në shumë letë me banë, edhe pse kitë dynjoja, që kështu për mi krije në rritë. Kitë dynjoja. Me që më ndohën dhe një fesad, dhe një fitne, dhe një laf në nëgjesin, dhe një... A më s'ka lidhe, ato punën tonë, ato punën e vetë në punën tonë. Ne qëllime mësë me gabu. E dy mësë me dhonë argument dhe kujtë se për një me kina fajt. A mo, pse falemi, valla s'na mshela s'kush më burë. Valla pse apin se qata s'kush në burgos. Valla pse prinderit toni doma s'kush në burgos. A ka mundësimi në burgos, a e patrecia. Do shta me thonë që tash, nëse Ibrahimi a.s. ka pas problem me popullin e vetë që ka besu puta, i dhuj, ne e kina ma kalajva. Ama ka bo sabëraj, edhe ne du të me bo sabër. Ibrahimi ka thonë babës vetë, ja ebeti lime ta'budu ma la jesmeu wa la jubsir. O baba im, po si ka be mundësi ti të besojsh diçka që as nuk dëgjon, as nuk shef. Wala yughni anke shay'a. Edhe as gjanë nuk ka mundësi me të ndihmu. Për shembull, ati ata putët që janë, që? Veç të është të vizatoj pa këtu një disin, edhe ato përpala të fmive, disin, dam hundën, pak një gojë, kështu një diveshë dhe lut jo, si më s'kejsh të tërpun. Edhe lënë se lutën pa kajnë e vajton, shkull flokët para mërmerit. E po njeri, kur ta humbe këtë, që ka dha më loj me mendu, maj nuk di dhe që ka banë. Ama ajetin tjetër, Ibrahimi prapë thot, ja ebeti, o baba im, la ta'budu shejtan, mos e beso djallin, mos e beso shejtanin. Inne shejtane, sepse me të vërtet shejtani, kane lirrahmani asija. Shejtani dhe djalli i bani Allahut keq, i bani Allahut iftira, i bani Allahut padrejtësi. Pastaj mësoj, edukoj, u mundu të largon nga besimi i kotë. I tha, ja ebeti, inni e khafu, o babaj, unë e frigohem, en jemesseke adhabun minar rahmani, që po të prek dënimi i Allahut, subhanahu wa ta'ala, fetekune li shejtani walija, edhe ti do të bëhë shok i ngusht i djallit. Dhe më thonë, se në herë, tash baba e mëson djallin, baba e mëson vajzën, në këtë rast djalli për e mëson baba. Të ne, alhamdulillah, nuk ka kështu. A pak keq, apo? Si thoni ju, për shembull ta takojmë dhe një djallë 3-20 vjetë të e lutë babën e vetë, o bab, pasha Allahin me që vinë gjëma me mua, o bab, hajde me në gjëma me mua. A të ne, kundër ta, baba e lutë djallin, a më që kam kapim? Baba i thot, hajde me djallim, hajde djallim. Në Shqipëni nuk o kështu. Po edhe në Kosovë, vende. E më slasim botë. Në Amerikë, për shemë në Evropë. Të ne, alhamdulillah, për çka thoni alhamdulillah që babalartë e tonë, kështu në xhami, na thonë, hajde. Një dit, ka marrë. Ama baba, kur s'do me shku në xhami, baba kur u ka prish,
Baba kur e ka shkatru familjen, edhe djali u ka vëzu, u ka bo muslimane, dhe ta punë t'i duken, ka e prapa, edhe i lutë babën e të, o babë, leneve se kjo zban, o babë, mave se kjo zban, a i fet, a i pi alkohol për shemull, a i vin pijan të shpija, a i rej nanën, a i mundon fmit, edhe ti si djeliri i thot, babë, mave se zban kjo, mave se zban kjo. A jam i qartë ta shka përdu me thonë. Më thonë, ka dallim, baba me lut djalin, edhe djali me lut babën. Në këtë rast, tash djali e lut babën, i thot, ja, ebeti, o baba im, unë e frigohë, vallahi, nga gabimet që i tu i ban, që ka me të prek dënimi Allah subhanahu wa ta'ala, edhe ti do të ban shok i shejtanit dhe shok i djalit. Mirë po, baba, edhe me pas djali mirej si a merë fjallën. Djalit mësë me jamar baba fjallën piuj. Ama djali babës mësë me jamar fjallën nuk piuj. A jam i qartë. Ani, Ibrahimi ka pas qafir, mohues, mushrik babën e vetë. Ama e ka respektua po. A nuk ka respekt kjo të e lutë babën, po respekta. A i babë vetë i ka thonë, kale e ragibun ente an aliheti, a nuk i donë ti, a nuk i planon, a nuk të vind mirë të zotrat e mi, o djali im. A më këtu nuk i ka thonë, o djali im, i ka thonë, ja Ibrahim. Qka në kuptoni këtu ju? Djali i thot, ja ebeti, baba i thot, o Ibrahim. Qaj, baba. Nuk o pa tjetër me lakmu djali, mi thonë, o djali im. Ama djali pa tjetër i ka mi thonë, o baba im. Pse si ka thonë, o azer. A ka konë mushrik. Ibrahimi, a ka këtu t'i konë, këshive, ajeti, ja ebeti, ja ebeti, ja ebeti. Qka do me të tregu Allahu këtu? Këtu si të sëllin vaf edhe fë dhe presje pi këtu të më analizu. Për qatë komente ka në Kuranit. Se këtu dalin të bitë. Po ndrishë pëse në me folë për historinë e pengamerve. Po më nëzirë të bitë. Dhe më thonë, ja ebeti. Se ti je me i vogël. Ti je kur gjohë heci ka të babës tanë. Ama baba, pa marë parasi qëfar gabimtari është, thot, ja Ibrahim, o Ibrahim, se baba ka drejt mi u drejtu djalit në emën. Ama djali mi u drejtu babës në emën, a ka hija, a në regula. Në ka regula. Para qka ki thua, o baba im, e tash o babu që më, nëshin mi loj emën në i kina, ama diska duhet mi thonë babës, jo, emën, o filan. E i vogën, po. Për shemë dhe i ka 3-4 vjetë të rritë, e ta shi ndëgjon tjerë të i thonë në emën edhe e thirë në emën. Dhe këtë qeshemi se, elhamdullat që ka njësë me folë, për në madhës e në mena shajt, elhamdullat, është i sa heshëm shatë. E ditë tash nuk e bëjmë në analizë në që ka të thonë, e sa këtë që të shajt, po mirë, shuj më ka njësë mu folë në shatë, e s'ka lidhë. Dhe më thonë, jam të e të reguat atë dopsinë e njeriut, në të i fëmijës vetë që e ka. Vazhdojmë të ndërshëm vëzër, thot, le in nem të nëtehi, le ërgjumennek. Në qofë se nuk dalështi me këtë punën e putave, unë ka me të dënu, ka me të gurzu, le ërgjumennek, regjëm, ka me të dënu, vëhgjurni me lija. Mirë po, pastaj Azeri e largon Ibrahimin, e përjashton, e përzen. Ibrahimi a.s. del, ama para se me dal prej sobe, e thot edhe një fjallë, do gjënja tash. Selamun alejke, paqja dhe mëshira Allahu qofshin biti, o baba im. Sa astaghfiru leke rabbi, unë e kam më kërku të Allahu që Allahu të fale gabimin. Innehu kane bi hafija. Djalli dhe më thonë, se kjo ta shina të folë për një djallë të vëzu.
Ka dallim, dy djemi me, një i udhëzum, një i pa udhëzum. Ai pa i udhëzumi, ai vëllau veç ban plan si të vdesë baba ti marrë parët edhe këshire punën. Ai udhëzumi i dhimbët baba dhe kur i sëmurë dhe kur mirë dhe kur o keqe merre çonë tash unë s'po du me vëbom merak. Se me kushina të shpjeshe me këshirë fëmijët, çfarë plani kiti me mu. Te ne nuk ka kështu. Alhamdulillah, unë pra po e potencoj. Te ne, fëmija më i keq me qenë, një gjëmovin e falë. Kur të se baba ja ban si ja ban e vëros me dignitet. Ama kina vende ne që vdes baba se lala sas. Qaj e që tjene. Si do qoftë, tash Ibrahim Islam edhe njëherë, po të regon dhemshmërim, mëshirën dhe babës vete dhe kërkon nga Allahu Gjellëshan që Allahu Gjellëshan t'ja falë gabimet. Unë për sot do të flasë edhe për Ibrahimi a.s. i thënë putat, si e përmenda në fillim, edhe ka shku të putat, se më si e largon babë vetë, i thot, jo, nuk më dëgjoj, në më largohë. Shkon putave, ato shumë kanë qenë. Edhe ju thot, ela te kulun, ju a nuk hanja. Ma lekum la të në të kun, qka është puna me ju që nuk folni? Pse nuk shiqoni? Pse nuk ndëgjoni? Pse nuk lëvizni? Dorë të ka pak, lëvizjeve pak? Ose hadeve me simban majtë, me vetë, hyq. Ha, bus pak lëvizje, hyq. Gishtin e kamës madhen, hyq. Gishtin të reguës, hyq. Do më thonë Ibrahimi, a.s. e ka përdor këtë metod të folurit që ne tash të kuptojmë diçka tjetër. Ne tash ka kuptojmë kër thot, ela te kulun, pa besohet me diçka që s'ha. S'mundet me hon kjo. Kjo pise e moj men, si kina në rejtë që në men, i palevishëm. Të ndimjet trejtën e të katërtën. Allahu alem 100, 100, 200, 500 vjetë ka me shku, nuk levis. Asë nuk halë se kupi, veç rejtës. A fol? Nuk fol. Kush fol? Atë që Allahu Gjellëshanu e ka krijuar për me fol. Mirë për nuk do me thonë, si jemi krijuar me fol edhe ta që ka të duam ne mund me fol. Ja. I ka marrë, i ka thi putat, i ka shkatru, ma atë sëpatën e vetë, edhe sëpatën e ka vëndu ati putit i dhujt më të mafë. Mirë po kër e kanë kuptu njerëzit, se qka ka ndodhë, qka është duke ndodhë, ja ka njësë me thonë, el alihe, zotrat tonë, u shkatru në thinë. Edhe kanë hetu që Ibrahimi sa me ka bon këtë problem dhe i kanë thonë, e në të falë të hadha ja Ibrahim, a ti e bone këtë gabim o Ibrahim, e në të falë të hadha bi alihetina ja Ibrahim, a ti e bone këtë pun, këtë problem me zotrat tonë Ibrahim. Ibrahimi i shef ata dhe me qëtësi edhe duke bushesh që thotë, Kale bel fa'aluhu kebiruhum. Jo si ka bo, i ka bo ki zoti krijesor. Hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Pse nuk po ti veta, jo zoti krijesor, veta i tregon. Në qofë se flasin këta. A flasin ata? Nuk flasin ata. Ti tash mu më akuzon, o zotin e ki që i beson, vete me vlog krijesori kjo, ki kitë pun t'i di. Në qofë se flasin, tregon. Mirë po, i thot o Ibrahim, ai gjikaci, këta zotrat nuk flasin, edhe thot, unë kam të dënu, një dënim shumë të rept. Edhe qëfar dënimi i kanë cektu, uhruku Ibrahim, li të nësuru alihetekum,
djegnja Ibrahimin që ne të shpëtojmë zotrat tonë. E para herë në historinë e njerëzimit që caktohet mu djeg njeriu me zjarë ka ndodhë në kohën e Ibrahimit. Para kësaj s'ka pas. A jam i qartës. Para kësaj, në kohën e Ademit, kohën e tjerë pejgamberëve vjenë, nuk ka pas mu djeg dikush njeriu me zjarë. Se veç Allahu dënon me zjarë. Njeriu e ka të ndanume me dënu me zjarë. E hapi një grop të madhe, edhe lloj druni, lloj kafshë të bën drone, ke pa këtë kafshë s'ban me hang, ta duhet me mbyt se ka mojt drone, s'ka mojt drone. S'ka lidhje në çato bash që kanë mojt drone, po vaki si mbysim çato që s'kan mojt drone të herë. Mirë po, kur e kapin e fusin në dronj Ibrahimin dhe e lidhin. S'ka pas mundësi me ikë, mirë po Ibrahimi ka thonë, la ilahe illa anta subhanak. Nuk ka zot tjetër të vërtet, të lartësuar dhe të madhruar për pas Allahut. Lekel hamdu ve lekel mulku. Ti të takon o zot falënderimi dhe ti të takon mbretëria. La sherike lek dhe nuk ka ortakri. Nuk ka zot tjetër për pas teje. Mirë po, ata e ndezin në zjarmin. Hudhët Ibrahimin zjarë, mirë po vjen Allah e të gonë Gjibrili. Vjen Gjibrili për qiellit për me shpëtu Ibrahimin. Ma u kej fadhi, ma punë e madhe. A mos mendoni që nuk vjen Gjibrili me shpëtu neve. A mi qartë. Nuk ka argument që, a ka dhe një argument që melek nuk ju ndihmoj njerëzive. A ju ndihmoj njerëzive. Melek ju ndihmoj njerëzive, apo? Në krijim e Gjibrilin. E dini sa herë ka po vaki, ka pas me ndodhë diçka s'ka ndodhë, ama në nuk e dim. A e dini ju sa herë ju ka shpëtu me lajket? Nuk e dim. Ta shto histori janë mrekulli që për dika të regohen. E për dika nuk të regohen. Ama Allahu dhe nëshani i mbronë edhe njerëzit me laike. Jo rasisht ka kriju një me laike në djatë, një të majtë, një naltë, një poshtë, një para, një mbrapa. Pse e cilat ta me njeriun? E mbrojnë. Por posë Allahu kur donë me në sprovu, asa ta nuk mbrojnë. Ama nëse Allahu e ka vendosë, mësë me ndodhë asë gjanë, a i kjeri 180 kur të vere 10 santim para konve tuja ndalët. Me milimetra ndalët. A ti thu, si ka be mundësi, ka mundësi. Për ti dhe për mund s'ka mundësi, ama për atë ndalët ka mundësi. A ka ndodhë një kështu, vozi, me sekundë, një diku, tu e shkin, të ndalët. A i mi thonë ati, si thonë ba ti që vëzi tren? Shofer, si thonë, e dohet pak ai aeroplan që i gra aeroplan, i thonë pilot. Shofera, si? Shofer treni, shofer treni. Së shkoj menja mu, me thonë shofer treni. A me vecin, valla, thot, nuk e di si se kam dalë, ama që të ndalë. Pse se ka dikush maj fort që në mbronë. Ama nëse Allah e ka vendosë me të ndodhë diqka, ketë murat e botës, murin me metra bane, ushtrin me kilometra në të truje. Wallahi, një mize vogël ka marrë, ka me t'hinë vesh edhe ti nuk i rahat ma. Ushtria me këdohet kërë zonë, s'mori kërë zonë. Do është të më argumentu se ka orë Gjibrili me ndihmu Ibrahimin, edhe i ka thonë, Qulna ja naru kuni bërden wa salama ala Ibrahim, i tha mos jarë, bohon paqe dhe i ftoft për Ibrahimin alayhi salam. Për në fund, pasi që ka shpëtu Ibrahimi, sa Allahu dhe shanë thotë, wa laqad istafaynahu fi dunya, ne e vendosëm botë, wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, dhe ai botën tjetër, do më thonë, do tjetë nga njerëzit e mirë. Të ndërshëm vëllezër, duke pas parasysh se shumë kam me folën dhe për Ibrahimin sam, a u banën vetëm se 35 minuta 14, a nëse vazhdoj unë edhe një 40-50 minuta duke me folë.
do vazhdojmë nesër inshallah, sepse kemi Ibrahimin, pastaj kemi Ismailin, pastaj kemi Kurbanin e pagi do meseli janë që duhet me misjarua sot, mendoj që është mjaft. Allah i shpërblet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.